Kjo deponi e krijuar në periferi të fshatit nuk po dëmton vetëm banorët e Balindollit, por paraqet një fotografi të shëmtuar për gjithë Gostivarin dhe më gjarë. Për më keq, ajo është krijuar vetëm pak metra larg stadiumit të fshatit, një hapësirë ku fëmijët kalojnë pjesën më të madhe të ditës, duke u ekspozuar ndaj ndotjes, rrezikut shëndetësor dhe një realiteti të papranueshëm për rritjen e tyre. Deponitë të tilla fatkeqësisht nuk janë rasti izoluar. Ato janë shpërndarë në shumë vendbanimet tona dhe duhet thënë qartë, nuk janë krijuar nga të tjerët, por nga vetë ne. Nga pakujdesia, mungesa e ndërgjegjes qytetare dhe tolerimi së keqes si diçka normale. Në këto kushte nuk kemi të drejtë morale të ankohemi pse vendet tona po boshatisen, pse të rinjt po largohen dhe pse imazhi i qytetit po zbehet. Askush nuk dëshiron të jetojë në një mjedis ku mbeturinat zënë vendin e fushave sportive, hapësirave publike dhe ajrit të pastër. Ndotja nuk është vetëm problem institucional, është edhe pasqyrë e përgjegjësisë sonë kolektive. Nëse nuk ndryshojmë qasjen sot, nesër do të trashëgojmë vetëm deponi, jo vendbanime të denja për jetë.